Apo ndoshta është edhe fakti që ka ndikuar edhe pak kjo që janë mbajtur 4-5 zgjedhje brenda një viti. Normal, ajo ka ndiku, ndoshta votuesi i LDK-s ka qenë ndoshta më i lodhur, ndoshta është më pak fals ndaj këtyre sene. Votuesi i LDK-s nuk është votues militant. Votuesi i LDK-s historikisht është votues i cili bën pyetje, bën kërkesë konkrete për programin, është votues nuk kisha me qujtash, se ndoshta për ide intelektual, por është votues i cili nuk voton në afekt, por voton në mënyrë kritike. Edhe din me të përkra, po edhe din me dënu. Edhe me votuesin e tillë nuk është lehtë me bisedu, sepse nuk mundesh vetëm me demagogji dhe me populizëm e bardh, por duhesh plan edhe program konkret. Kështu që pa e kryer këtë proces mirë, mendoj që përkraja ka me mungu edhe ne duhet me punu që me kry këtë proces. Shihet kështu që LDK ka një elektorat pak më të lëvizshëm se parti tjera. Po më të lëvizshëm, po unë e shoh edhe për të mirë.